Para kishim 3 anije, tash në dytë ishin 40 diçka anije, 44 anije, nga këto 44 anije, një pjesë e tyre, pra 37 u ndaluan në ujëra ndërkombëtare, një pjesë arritën të hynin në ujëra të Izraelit. Njëra arriti që të shkonte edhe shumë afër. Po, ka vajtur edhe shumë afër, po sërish është ndaluar. Pra kjo tregon që Izraeli nuk ka kapacitete të mëdha për të ndaluar dhe do ta shohim nga një aspekt strategjik, edhe nga një aspekt politik. Pra në aspektin politik shihet në dy veprime. Veprimi i parë aspekti politik brenda Izraelit dhe veprimi i dytë jashtë Izraelit. Në aspektin e parë politik është që ti tenton të thyesh embargon humanitare që këta kanë vendosur ndaj Gazës dhe popullatës civile në Gaza. Herën e parë ishte me 3 anije, herën e dytë me 44 anije. Këto 44 anije pra ka treguar një vështirësi nga ana ushtarake e Izraelit për të bllokuar të 44 në ujërat ndërkombëtare, sepse nuk ka pasur kapacitete, pra nuk ka kapacitete të tilla ushtarake. Imagjinoni, domethënë që në rast se nesër bën 100 anije, është e garantuar që 50 prej tyre do të mbërrinë në Gaza. A kjo është e bukur? Pra, kjo është sa më e madhe. Nuk kanë kapacitete sepse janë shumë, pikërisht janë shumë se ti për çdo anije do të kesh një anije. Pra Izraeli është detyruar të angazhojë të gjitha anijet e tij, në rast se të angazhojë të gjitha anijet e tij. Kjo në aspektin strategjik i ndihmon luftës në Gaza, sepse është detyruar të heqë këto anijet nga vendqëndrimi i tyre luftarak, pozicioni luftarak që kanë dhe të drejtojë për të ndaluar këto tjera. Pra, të lënë detyrën e tyre ushtarake dhe të merren me detyra policore, sepse kjo është një detyrë policore. Në aspektin pra. Po. Ndalimi i diçka është detyrë policore, nuk është detyrë e mirëfillt ushtarake. Dhe ti e heq anijen nga detyrat ushtarake, komplet, totalisht. E qartë. Dritan, po kjo tani që... Kurse në aspektin politik, të jashtëm ka, me ndalimin e kësaj, prej sot në mëngjes kanë filluar demonstrata masive dhe të mëdha në të gjitha kryeqytetet e Evropës. Duhet i kemë regjia, pamje... Po, gjë që tregon që pjesa e popullatës edhe në Bashkimin Evropian, po ka pasur edhe jashtë Bashkimit Evropian. Në Itali me të shpashun... Ka pasur në Itali, në Paris, në Berlin, në Bruxelles, edhe në Kanada ka pasur dhe ajo çfarë ka sjellë një ndryshim të madh, pra një ndryshim politik të madh, ka pasur se mbrëmje dhe sot kanë filluar protesta edhe në vendet arabe, protesta të cilat nuk ekzistonin që pothuajse 2 vjet që nga fillimi i këtyre luftimeve. Domethënë e reja është që kanë filluar protesta edhe në vendet arabe. Në Marok, në Algjeri, në Egjipt, në Jordani, edhe në Katar ka pasur protesta. Në disa vende kanë qenë masive, në disa vende nuk kanë qenë masive, por ka pasur protesta të mëdha të popullatës. Pra domethënë popullata po ngrihet dhe po lë. Në Marok pam ato generation. Po, dhe deri më sot kemi folur për një aspektin e pranverës arabe në vitin 2012. Ajo si ishte pranvera arabe. Pra ajo ishte një të sponsorizuar nga CIA, nga shërbimet sekrete angleze dhe evropiane për të rrëzuar pushtetet që ata nuk i kishin që. Pranvera arabe fillon me këtë. Pra kjo është pranvera arabe. Dhe në rast se ka filluar jo, është fillimi, janë hapat e para të fillimit të kësaj pranvere arabe. Dhe në rast dhe kjo do vazhdoj, në rast se kjo do të vazhdoj, kjo do të detyrojë qeveritë, monarkitë dhe diktaturat arabe që janë sot të mbajnë qëndrim tjetër, pra deri më sot ata kanë mbajtur qëndrim pro-izraelit. Them pro-izraelit sepse qëndrimet e tyre karshi popullatës Gaza nuk kanë qenë siç duhet të jenë ti përkatëse një vendi arab. Pra nuk kanë reaguar fare ndaj asaj ndaj genocidit izraelit në Gaza. Nuk kanë guxuar as ta quajnë genocid me deklarata zyrtare, pra kanë deklaruar që jemi kundër kësaj që po ndodh, duhet ndaloj lufta, duhet të rriqen rrugat, po asnjëherë s'kan guxuar të thonë që është genocid. Sepse nuk kanë pasur presion të brendshëm. Tashmë po fillon presioni i brendshëm dhe ai që është në krye është detyruar të përgjigjet presionit të brendshëm. Prandaj them ky presion i brendshëm do sjellë ndryshime dhe këtu është hapi i parë i fillimit të asaj që mund të konsiderohet nesër si pranverë arabe dhe me të vërtetë do kemi një pranverë arabe. Se deri dje nuk kemi pasur pranverë, deri dje kemi pasur pranverë shërbimesh, jo pranverë arabe. Dritan, kjo ideja që nga 42 mund të shkojnë 100 anije nesër dhe 150 mund të kalojnë, 50 prej tyre mund të kalojnë, a mendon se do jetë skenar? Unë mendoj që po, sepse edhe këtë radhë kështu ishte menduar, pra që të lëshoshin 44 anije, 42-44 anije dhe mendonin se mund të hynin të gjitha dhe siç e pat disa arritën të kalojnë, pra nga 30 nga 44, 37 u bllokuan, 7 të tjera arritën të hynë në ujëra territoriale, 7 që arritën të hynë në territoriale, njëra arriti edhe deri në afërsi të Gazës, pra kjo tregon që nuk ka kapacitete të tilla ushtarake Izraeli që t'i bllokojë totalisht. Prandaj në rast se ti e dyfishon këtë numër, në rast se ti e dyfishon këtë numër, do të thonë që ti do kesh dhe e dyta ka edhe një problem tjetër se neve shem edhe do ta shohësh edhe nga aspekti taktik. Nga aspekti taktik, të gjitha këto barka anije është detyruar të ankorojnë në portet izraelite. Pra në rast se ti shton këto, në të ardhmen krijon një problem sepse bllokon këto porte. Në kuptimin logjistik. Po, në kuptimin logjistik të gjësh, pra i bllokon këto porte.
dhe bllokon edhe veprimtarinë tjetër të anijeve ushtarake në këto porte. Pra krijon një problem logjistik dhe një problem administrativ edhe për ta. E dyta ka në problemin diplomatik. Në problemin diplomatik dje për herë të parë është përgjigjur Kolumbia, e cila ka ndërprerë marrëdhëniet dhe ka përzënë diplomatët Izraelit nga Kolumbia me aspektin se dy pjesëtarës, pra dy qytetarë kolumbian kanë qenë në këtë flotil dhe ata janë ndaluar jashtë urave territoriale dhe kjo përbën vepër penale pra cënim të integritetit. Dhe në këtë moment është presidenti i Kolumbisë ka mbajtur një qëndrim të ashpër, qëndrim i cili e ka mbajtur gjatë gjithë kohës luftës në Gaza. Pra për të thënë vërtetën, po kësaj radhe ka marrë një veprim duke ndërprerë pra marrëdhënie diplomatike, duke ndërprerë disa marrëveshje tregtie që ka pasur me Izraelin, të gjitha i ka ndërprerë, i ka bërë nul dhe ka përzënë edhe diplomatët nga vendi, diplomatët izraelit nga vendi. Derisa të lirohen këta dy është një presion diplomatik i madh i shtuar ndaj Izraelit. Dhe ky presion, edhe demonstratat që kanë filluar në të gjitha vendet e tjera të botës, janë presion i madh ndaj qeverive aktuale. Po, Dritan, po herën e fundit thamë që dokerat në për shumë portet botës do të blokonin, Po, ka filluar mbrëm natën dhe sot gjatë gjithë ditës, janë blokuar deri në momentet edhe gjatë gjithë ditës, në portin e Livornos kanë qenë për të ankoruar disa anije mallrash për të marrë mallra, pra mallra të thjeshta, nuk bëhet llah për materiale ushtarake, por mallra civile për të dërguar në drejt Izraelit. Dhe porti i Livornos është bllokuar totalisht. Sindikata e porteve ka deklaruar dhe vetëm në portin e Livornos, por në çfarëdo lloj porti tjetër të Italisë asnjë anije mallrash që do të marrë mallra qoftë ato civile në drejtim të Izraelit nuk do të ankorohet dhe nuk janë ankoruar sot në portet e Italisë asnjë anije e cila kishte për qëllim të ngarkojë me mallra drejt Izraelit. Pra ka filluar një lloj bllokade e tillë dhe kjo bllokadë do t'i kushtoj shtrenjtë. Pra kjo kushton shtrenjtë sepse kushton lek, kushton gjithçka për Izraelin. Pra kushton politikisht, kushton diplomatikisht, kushton financiarisht. Kjo do t'i kushtoj thua në kuptimin edhe të imazhit edhe kushtoj edhe brenda për arsye sepse këto bien mallra, pra mallra konsumi për qytetarët izraelit. Dhe këta qytetarë izraelit në momentin që nuk do t'i marrin këto mallra konsumi, pra nuk do të kenë më këto mallra. Atëherë ata do të jenë detyruar të drejtojnë qeverisë tyre. Ndërkohë, Dritan, çfarë po ndodh në terren? Kemi informacione që ka, domethënë të paktën me që lexojmë, ka informacione që në terren vazhdojnë përplasjet midis brigadave Kasam edhe ushtarëve të Izraelit, Hamasit dhe ushtarëve izraelit. Çfarë po ndodh në terren? Kemi nga pikpamja kjo plani i Donald Trump, a e ka, le të themi, e ka zbutur pak luftën që po ndodh në terren? Jo, nuk kemi gjë të tillë, pa pikpamja e luftës, nga koncepti taktik i luftës dhe operaciona nuk ka ndodhur asnjë ndryshim. Të dyja palët kanë vazhduar operacionet e tyre sipas planeve të tyre, pra nuk ka pasur ndalim të operacioneve qoftë nga ana e Hamasit, qoftë nga ana e Izraelit. Ka funksionuar normalisht. Izraeli ka vazhduar të bëjë atë që ai quan operacion ushtarak, po në rast është gjithë një operacion demolimi, pra në rast se do të ishim në nuk do të kishim pra një akt lufte në këtë moment, një përplasje ushtarake, pra një përplasje të armatosur, kjo mund të konsiderohej një vepër shkatarrimi pra e asaj që njihet në Shqipëri si IKMT-ja, pra instituti Dhe sepse vetëm këtë gjë është duke bërë Izraeli tashmë, po shkataron çdo lloj ndërtese që ndodhet mbi sipërfaqen e tokës në Gaza. Ky është thjesht një Dritan, bëri përshtypje që Hamasi ka marrë përgjegjësinë e disa raketave të lëshuara drejt qytetit Izraelit Ashdod gjatë Yom Kippurit, gjatë festës, që është dita më e shenjtë në kalendarin izraelit. Sipas IDF-it, 5 raketa u lëshuan nga veriu i Gazës, 4 u kapën, ndërsa njëra ra në shkretir, po themi, në terren. Kjo, si ta lexojmë këtë, çfarë do të thotë kjo? Kur dikush shef fjalën, dëgjon fjalën raketë, duket sikur është diçka e madhe ose diçka kështu, por në realitet kemi të bëjmë me një veprim taktik për nevoja politike dhe për nevoja strategjike, jo për nevoja operacionale dhe në vendimit. Pra, është lëshuar në Gaza, e para veriu i Gazës, është deklaruar tashmë nga ushtria izraelite se ndodhi të gjithë nën kontrollin e ushtrisë izraelite dhe atje nuk ka më veprimtarit Hamasit, kështu është deklaruar. Dhe lëshimi i këtyre raketave i tregon drejt territoreve të pushtuara izraelite në Ashdod dhe Ashkelon, në këto që thatë juve,
pra territoret palestineze që janë territoret palestineze të pushtuara nga Izraeli, i tregon opinionit publik në Izrael se ushtria izraelite nuk ka kapacitete ta kontrollojë Gazën. Pra ju ka gënjur kur këta thonë që kemi nën kontroll, se ja raketat ulshuan nga veriu. Pra kemi një operacion taktik, jo për nevojat taktike të ushtrisë të Hamasit brenda këtij territori, pra është bërë një goditje e caktuar e një objektivi të caktuar. Thjesht qëllimi ka qenë arritja të lëshojnë këto raketa në mënyrë që të krijosh idenë politike që nuk ka një gjë të tillë. Lëshimi i raketave pavarësisht dritan, unë që e shikoj domethënë si jo i përfshirë dhe jo njohë si mirë dhe temi taktikave ushtarake, më bën përshtypje sepse them nga dolën këto raketa, ndërkohë që është territor. Pikërisht kjo është, kur ti e konsideruar territorin dhe ke deklaruar që këtë territor e kam në kontroll dhe automatikisht nga ky kontroll lëshohen raketa, pra qëllimi është politik në radhë parë, pra të ngresh idenë politike që nuk pas ka asgjë në kontroll, pra na ka gënjur ushtria, na ka gënjur qeveria, pa të krijojë këtë idenë, dhe dyta është strategjik. Në aspektin strategjik, pra ti ta detyrosh në momentin që ky thotë unë kam në kontroll një territor të caktuar. Dhe ti nga ky territor i lëshon raketa, mortaja, çfarë do lloj gjë tjetër që ti mund të lëshosh, e detyron ushtrinë që të ndërprarë të marrë veprime ushtarake, pra të heqi trupa të tjera të cilat i ka aktualisht në operacione në jugun e Gazës dhe t'i sjelli për të riforcuar perimetrin e sigurisë dhe sigurinë brenda këtij territori në të cilin ka ndodhur ky veprim. Pra në këtë aspekt hym te ajo që quhet arti i luftës guerrile. Pra këtë ka të bëjë, pra arti i luftës. Pra Hamasi bën një veprim taktik në një veprim për të detyruar e para për përfitime politike dhe e dyta për përfitime jo operacionale, por strategjike. Pra ti e detyron këtë tjetrin të lëvizë trupa. Në momentin që ky do lëvizë trupa nga ky territor në këtë territor, pra nga jugu drejt veriut. E para këto trupa duhet lëvizin, pra gjithë ky territor që duhet shkojë, pra trupat duhet të ndjekin një rrugë të caktuar. Po. Pra se nuk mund të shkojnë në çfarëdo lloj rruge, për shkak edhe të shkatërrimeve që kanë ndodhur. Dhe mund të ndodhë që në këto rrugë Hamasi në një ose në dy prej tyre ose në tre prej tyre të ketë vendosur prita bomba të tjera, pra të godasur. Dyta, lëvizja e këtyre trupave nuk është se ti vërtet i ke, po për të çuar për të ngritur një perimetër të tillë sigurie në këtë vend cilin është goditur, pra ty nuk të duhen 10 trupa, ty mund të duhet një kompani ose të duhet një batalion, pra një batalion me 250 deri 300 forca që i kanë ata atje. Të lëvizësh 300 forca nga këtej, do të thënë që ti të lëvizësh në pika të ndryshme, ku këta ndodhen dhe ka lëvizje të shumë pikave. Dhe kjo do thotë që edhe të identifikosh vendodhjen e forcave të tua, pra e ndihmon Hamasin të identifikojë vendodhjen e forcave izraelite të shtrirë në territorin e jugut të Gazës, nuk është se ata nuk e kanë në kontroll, nuk e din ku janë, por ama mund të ketë edhe pika të cilat ti mund të kenë shpëtuar, mund të kesh ikur dhe në momentin që ti detyron, sepse pikat janë vendosur, pikat ushtarake vendosen në mbrojtje të njëra tjetrës. Pra në rast se do vendosësh 1, 2, 3 pika në këtë aspektin, pra ti krijon në një vijë lineare, pra ke vendosur 4-5 pika, atëherë ti e detyruar që ato 4-5 pika ti japësh mbrojtje mbrapa, pra për secilën 4-5 pika ti kuptimi strategjik. Majtas, djathtas dhe mbrapa ke vendosur 3 pika dhe ato realisht për të parë dhe në momentin që ti do lëvizësh një nga këto pika, atëherë ti do të detyruar ta zëvendësosh këtë pikë, dhe duke zëvendësuar këtë pikë, pra një nga këto 3 pika që ishte mbrapa do kalojnë në pikën e parë dhe do vinë forca të tjera për të zëvendësuar një nga pikat që ishte mbrapa në mbrojtje. Pra ti ke lëvizje të madhe të forcave dhe kjo lëvizje e madhe e forcave i jep mundësinë luftës guerrile, pra Hamas i po të zhvilluar një luftë guerrile urbane në qytet të veprojë më me lehtësi dhe të godasi më me lehtësi, sepse ti je gjatë gjithë kohës në kontroll dhe gjatë gjithë kësaj kohe që në kontroll ti je angazhuar edhe me mjetet e tua të kontrollit ajror të kontrollosh dhe të japësh mbështetje në rrugën që këto trupa do të lëvizin. Pra, duke hequr mbështetje, duke hequr kontrollin nga një territor i madh dhe ti e detyron këtë kontroll të përqendrohet në objektiva të caktuar dhe në rrugë të caktuara. Jo, kjo është e qartë. Kjo është ideja e krijimit e goditjes së kësaj. Pra nuk është se për këtë arsye janë lëshuar këto raketa, mund të lëshojnë edhe nesër të tjera. Pra ky është qëllimi i këtyre raketave. Nuk kanë pasur një objektiv, ky është mesazhi që mesazh politik dhe interes strategjik. Interes strategjik. Ndërkohë, Dritan, çfarë po ndodh me propozimin e Donald Trump sipas The Times of Israel? Ka disa Hamasi do t'i përgjigjet pozitivisht propozimit të presidentit Trump për të mbaruar luftën e Gaza, ndërkohë do të shtojë disa amendamente, kështu i ka thënë një burim shumë i afërt me negociatorët to The Times of Israel të njëjtën, duke shtuar që përgjigja mund vi brenda disa orëve. E para do të parë nga ka dalë ky The Times of Israel. Pikërisht, pra kemi një gazetë izraelite. Aktualisht prej fillimit të luftës në Gaza, të gjitha gazetat izraelite dhe gjithçka që ato botojnë janë në kontrollin e ushtrisë izraelite, pra me vendim të qeverisë së Izraelit,
janë totalisht nën kontrollin e ushtrisë izraelite për atë çfarë ato duhet të deklarojnë, për atë çfarë ato për shkak të luftës që janë, sepse shpallur gjendja e zakonshme në këtë aspekt për media dhe janë totalisht nën kontroll. Dhe ato çfarë ndodhin, unë e shoh si një operacion psikologjik nga ana e Izraelit në këtë aspekt për të bërë një përçarje midis grupeve që luftojnë, sepse grupet e tjera, pra Xhihadi Islamik edhe janë edhe 2-3 grupe të tjera të organizuara me arma tim që luftojnë në kuadër të Hamasit, në këtë aspekt, pra në kuadër të një komande të përfshirë strategjike, por ama secila ka territorin e vet dhe në veprime taktike veprojnë vet, pra pashu. Kurse në total në përgjithësi janë në kuadër të Hamasit. Ato janë deklaruar qartësisht që ditën e parë që kjo bëhet që neve nuk do ta pranojmë këtë. Dhe njëri nga udhëheqësit e Hamasit në Katar deklaroi mbrëmë në darkë që jemi në bisedime me grupet e tjera të armatosura dhe me të gjitha fraksionet e tjera të armatosura edhe brenda Hamasit që luftojnë në Gaza dhe për 2 ditë do dalim me një deklaratë zyrtare nëse e pranojmë apo jo dhe çfarë pranojmë ose çfarë nuk pranojmë. Kjo është deklarata e tij e mbrëmshme. Dhe duke qenë se Times Israel ka bërë deklarë, pra mund të kenë marrë këtë pjesë e thotë çfarë pranojmë ose çfarë nuk pranojmë. Dhe mbi këtë ata kanë supozuar dhe kanë ngritur një lajm të tillë për të ngritur në të shuar drejt një përplasje midis këtyre grupeve. Qëllimi... Pra, për të krijuar idenë se, shikon, ne kemi thënë jo, ju tash po thoni ne e pranojmë po disa gjëra. Pra, për të krijuar një përplasje, mendoj unë është e tillë. Gjithsesi, nuk e përjashtoj mundësinë që Hamasi në një farë mënyre për të fituar kohë dhe për të fituar pikë politike ta pranojë në parim, por specifikisht të thotë duhet ndryshuar këto, ato që kanë të bëjnë specifikisht me qëndrimin dhe me tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza, pra ajo është diçka totalisht që, dhe ajo që ka të bëjë me çarmatosjen e Hamasit. Pra unë mendoj që në këto 2 pika Hamasi do rezistoj, do vendosi dhe kjo është janë edhe 2 pikat kryesore sepse gjithçka për këtë bëhet, pra që të çarmatoset dhe të zhduket Hamasi. Dhe ushtria izraelite të mbesi në Gaza. Pas mbarimit, pas shpalljes së kësaj të këtij plani në Shtëpinë e Bardhë, menjëherë Netanyahu ka dhënë një intervistë për mediat sapo ka dalë nga Shtëpia e Bardhë, pra në borën e Shtëpisë Bardhë dhe thotë që ushtria izraelite nuk do të rriqet nga Gaza në asnjë lloj mënyre. Pra e deklaroi këtë punë. Dhe edhe kjo është një lloj presioni psikologjik që Netanyahu po përdor në mënyrë që Hamasi të mos e pranojë marrëveshjen në asnjë mënyrë, se ne nuk do të rriqemi. Pra të shkojmë drejt një përplasje. Sepse edhe në rast se pranohet kjo marrëveshje, atëherë Netanyahu është i humbur politikisht brenda. Pra Netanyahu të intereson të vazhdojë lufta në Gaza, të mos ndalojë në asnjë moment. E qartë. Pra, secili po shef atë, kurse Hamasit nuk i intereson të çarmatoset. Dhe unë besoj që këtu do të kemi një përplasje dhe Hamasi do të fitojë kohë, pra kërkon të fitojë kohë me ditë, kuena politik në këtë aspekt dhe parimisht mund të ketë një të thonë që po, parimisht, por disa pika të specifike ata mund t'i kundërshtojnë. Po sido që të jetë, edhe në rast se ndodh, do të kemi gjë parasysh që kjo nuk do thotë që do ndalet rezistenca armatosur në Gaza. Dakor. Sot është në emër të Hamasit, edhe do t'ju jap një shembull shumë interesant. Në vitin ka një deklaratë interesante të një udhëheqësi libian i cili luftoi kundër kolonizatorëve italianë nga 1911 deri në 1931 për 20 vjet. Omar al-Mukhtar tha që ne do të luftojmë dhe gjenerata që vjen pas nesh dhe brezi që vjen pas nesh do luftoj edhe po nuk qem neve. Pra njëta gjë ka ndodhur edhe në Gaza. Bile sa tha i bëri 20 vjet luftë. Kur vinin këta të rinj dhe i bashkoheshin, siç bashkoheshin të rinjt me këtë, se gjithkusht mund thotë që Izraeli ka fuqi, ka Amerikën mbrapa, ka botën mbrapa. Okej, dakord. Edhe ata i thanë që o sheikh i thanë. Po Italia ka tanke, Italia ka avion, edhe po na sulmon me avion. Kurse këta luftonin me pushk në shkretir. Edhe Omar al-Mukhtar thotë, po ka avion, po këta avionë thotë fluturojnë poshtë arshit të Zotit apo mbi arshin e Zotit. I thotë fluturojnë poshtë arshit të Zotit, e po ne jemi me atë që është mbi arsh. E qartë. Dritan, ndërkohë nga Pakistani, ministri i jashtëm i Pakistanit ka deklaruar për sa i përket planit të Trumpit në Gaza që kjo nuk është drafti që ne kemi përgatitur. Po, është folur pas kësaj që është paraqitur, kanë qenë 2 media të lindjes mesme, të cilat kanë deklaruar që ky nuk është drafti fillestar i cili është rënë dakord. Pra drafti është ndryshuar në paraqitje. Nuk ka deri më tashti një publikim të draftit fillestar, pra edhe Ministria e Jashtme e Pakistanit nuk e ka publikuar draftin fillestar që të mund të
të analizojmë në të se të themi se cilat pika kanë ndryshuar, por ka pasur reagime të tilla edhe të delegacioneve të tjera që kanë marrë pjesë të vendeve arabe që kanë thënë që nuk është ky drafti fillestar, por nuk kanë guxuar ta thonë publikisht si ministri i jashtëm i Pakistanit. Pra dhe kjo mund të sjellë edhe atë qëndrimi që pavarësisht bisedimeve dhe ndërmjetësimit që janë duke bërë tashmë Turqia, Katari dhe Egjipti me Hamasin. Ibrahim Kalin, shefi i shërbimeve turke, ka mbritur në Katar sipas informacioneve. Po, është duke biseduar me këta të Hamasit, me udhëheqësit e Hamasit që ndodhen në Katar, në Doha të Katarit, dhe fakti që ka ndryshime në këtë, pra kjo mund të sjellë edhe në mospranim të kësaj ose në kthimin e draftit të parë ose diçka tjetër. Pra gjithsesi nuk